Në fillim mendova se isha thjesht shumë e lodhur. Fillova të ndihesha sikur nuk po merrja mjaftueshëm gjumë, edhe pse flija çdo natë për më shumë se 8 orë. Në mëngjes gjohesha gjithmonë e trobitur, e lodhur me dhimbje koke dhe si e çorientuar. I dashuri më tha se ndoshta po vuaja nga apnea e gjumit. Ai më përshkroi simptomat dhe mendova se kishte kuptim. Ndonjëherë ndihesha sikur zgjohesha për pak çaste gjatë natës, por asnjëherë nuk e mbaja mend sakt. Thjesht një ndjesi e paqartë sikur diçka nuk shkonte. Por kishte edhe diçka tjetër. Për disa javë rresht, kur shkoja në shtrat, batania dukej sikur ishte lëvizur pak ndryshe nga ç'duhej të ishte. Ose jastëku ishte kthyer anësh. Madje një herë pash se gota e ujit në komodin ishte bosh. Mendova se mund të ndoshta ta kisha pirë në gjumë, por s'më kujtoi fare. Dhe më pas ndodhi diçka që më la pa fjalë. Një mëngjes kur u zgjova vura re diçka të çuditshme në pasqyrë. Kisha një gërvishtje të hollë në qafë. As pak e thellë, por e freskët. Nuk dija si mund të ishte krijuar. Thojtemi ishin të shkurtër dhe nuk flija me bizhuteri. Fillova të ndihesha e shqetësuar. Ishte një ndjesi si ajo kur ndjen se dikush po të ndjek, por s'ka asgjë racionale që ta provon. Aty vendosa të veproj. Bleva një kamerë të vogël, të maskuar si karikues telefoni dhe vendosa në dhomën time përballë shtratit. Nuk i tregova askujt. I thash vetes se kjo ishte vetëm për të qetësuar mendjen, se do të shihja veten duke fjetur, ndoshta duke lëvizur shumë ose duke folur në gjumë. Dhe pastaj do të flija e qetë. Kaq. Por ajo që regjistroi kamera ndryshoi gjithçka. Të nesërme në mëngjes mezi prisja të kontrolloja videon. E mora laptopin tim, futa kartën e memorjes dhe nisa të shikoja me një ndjenjë nervozizmi që nuk e shpjegoj dot. Për minutat e para nuk ishte asgjë të pazakontë. Unë shtrihem në shtrat, fik dritën, mbulohem dhe filloj të flej. Dhoma është e qetë. I vetmi zë ishte ai i ventilatorit, që bën një zhurmë të lehtë në sfond. Pastaj rreth orës 2:43 pas mesnate, dera ime u hap ngadalë. Fillimisht mendova se kamera e kishte kapur gabim. Por jo, dera u çel pak e nga pak, me lëvizje të kujdesshme. Nga errësira u shfaq një figurë mashkulli, e padallueshme në fillim, por qartë njerëzore. Ai hyri në dhomë, ecte ngadalë drejt shtratit tim dhe më pas ndaloi. Rinte aty, vetëm qëndronte në këmbë duke më parë. Unë nuk lëvizja, flija. E kisha kthyer shpinën nga dera. Ai qëndroi për gati 1 minutë në këmbë, pastaj u shtrin ngadalë në shtrat, në anën time të majtë. Shtrati u lëkund pak, siç shihet në video, por unë nuk reagoja fare. Ai qëndronte shumë afër meje, thuajse në kontakt trup me trup. Përsëriti këtë për disa minuta, pastaj vuri dorën mbi belin tim, dhe aty dukej sikur flinte. Gjithë kjo zgjati rreth 1 orë, pastaj ai u ngrit, po aq qetë sa kishte hyrë dhe u largua nga dhoma. Unë nuk mund të besoja çfarë po shihja. Unë mbulova me dorë gojen, trupin më dridhej. Unë ndjeva e ftohtë, e neveritur, e tmeruar. Ky njeri kishte hyrë në dhomën time, kishte fjetur pranë meje dhe unë nuk kisha asnjë ide. Isha në shok. Mendja ime nuk arrinte ta përpunonte atë që po shihja. Kush ishte ai njeri? Si kishte hyrë? Pse nuk kisha ndëgjuar asgjë? A kishte ndodhur kjo edhe netet e mëparshme? Aty më lindi një frikë më e thellë se kur më parë. Kjo nuk ishte hera e parë. Pas asaj që pash në video, më pushtoi një ndjesi neverie, si një dush i ftohtë që të përshkon trupin. Dera ime kishte qenë mbyllur. Dritarja nuk hapej nga jashtë. Jetoj vetëm, asnjë mik, asnjë familjar, asnjë çelës rezervë. E megjithatë, ai kishte hyrë, kishte ardhur dhe kishte fjetur pranë meje, si të ishte rutina e tij e përditshme. Vendosa ta ruaj qetësinë, por isha në panik
por më duhej të dija më shumë. Të nesërmen i bleva edhe një kartë tjetër memorje dhe e lash kamerën të regjistronte sërisht. Këtë herë vendosa 2 kamera, një nga këndi i dhomës dhe një tjetër të fshehur pas një libri në komodinën time. Kur u zgjova të nesërmen, zemra më rihte fort. Isha ngritur disa herë gjatë natës, por nuk kisha parë asgjë të dyshimt. Kisha lënë një gotë ujë në tokë, një kuti të vogël kartoni pranë derës për të parë nëse zhvendosej ndonjë gjë. Asgjë nuk dukej e lëvizur. Por kur hapa videon, sërisht ai, rreth orës 2:38, dera u çel me kujdes. Tani e shihja më mirë, ishte një burr, flokte errët me veshje të zakonshme. Por fytyra i qëndronte gjithmonë drejt tokës ose errësirës, sikur dinte ku ishte kamera. Ai hyri, shkoi drejt meje, ul pranë shtratit dhe qëndroi vetëm duke më parë 12 minuta, i fiksuar. E pastaj ushtri, me të njëjtat lëvizje si herën e parë. Ai vendose duart mbi trupin tim, shumë butë, si të donte të më ndjente pranin, por pa më zgjuar. Kësaj radhe kamera e dytë e kapte fytyrën e tij. Pjesërisht ishte një njeri rreth të 30-tave, lëkura e zbardhur, sytë e errët, por të zgjuar. Kishte një vështrim bosh. Dhe në fund, pak para se të largoj, ai bën diçka që më ngrin gjakun. U përkul drejt veshit tim dhe përshpëriti diçka. Audio ishte shumë e dobët, por pas përpunimit në laptop, fjala që doli qartë ishte: më mungove. Unë klitha, unë ngrita nga tavolina, rrëzova një gotë. Lotët më dolën vetë. Ai më njihte, ai më fliste. Ai nuk ishte rastësor. Pas asaj që ndëgjova, nuk kisha më dyshime. Ky burr më njihte, jo thjesht si viktim rastësore, por më njihte personalisht dhe më donte pranë vetes në një mënyrë të sëmurë, të çuditshme, të heshtur. Vendosa të shkoja në polici. U tregova gjithçka, videot, regjistrimet, frigën time. Fillimisht më shihnin me skepticizëm, siç ndodh shpesh me gra të reja që jetojnë vetëm. Por kur pam pamjet, atmosfera në zyrë ndryshoi menjëherë. Një nga oficerët tha: kjo është një sjellje shumë e qartë, stalkimi. Edhe ai njeri është i rrezikshëm, sepse nuk të ka vjedhur gjë, nuk të ka prekur, por ka hyrë për të qenë pranë teje, dhe kjo është shumë më e keqe. Policia instaloi kamerat e tjera më të avancuara dhe vendosën që për disa ditë të qëndronin të fshehur rreth shtëpisë. Por ai nuk u kthye. Jo më, asgjë, sikur e ndjente që po e prisnim. Fillova ta kërkoj vetë. U futa në për profile të vjetra në rrjete sociale, pash fotografi, kërkova emrat që kisha haruar. Dhe pas 3 ditësh e gjeta. Një shok i vjetër shkolle, Artur D, kishte qenë në klasën time në vitin e fundit të gjimnazit. Shumë i heshtur, gjithmonë i vetmuar. Më kujtohej që më shikonte shpesh, por nuk fliste kurrë. E kishim pasur një projekt të përbashkët dhe ai kishte mbajtur një fotografi të timën me vete për muaj të tërë. Askush si kishte kushtuar rëndësi, ishte vetëm një djalë i çuditshëm, por ai nuk më kishte harruar. Kur policia identifikoi dhe e ndoqi në shtëpinë e tij, gjetën një mur të mbushur me fotografitë e mia, që nga gjimnazi, nga universiteti deri në foto të bëra në mënyrë të paligjshme nga dritaret e apartamentit tim. Kishte mbajtur shënime për çdo lëvizjen time, madje kishte vizatuar planin e apartamentit. Në dëshminë e tij ai tha: nuk doja t'i bëja keq. Thjesht më mungonte. Çdo natë që flia pranë saj ishte nata më e qetë që kisha dashur ndonjëherë. Ai u shpall me çrregullime të shëndetit mendor dhe u dërgua në një klinikë të mbyllur. Unë u shprëngula. Ndryshova emrin në dokumente, vendbanimin, çdo gjë. Ende nuk e di si kishte hyrë në shtëpinë time. Ende nuk e di nëse ishte hera e parë kur ndodhi ajo natë, apo nëse më kishte parë shumë më herët. Por që atë natë nuk kam fjetur më me drita t'fikur.